Lajmet e mira që vinë nga Dardania ku renditet e treta për qetësi, për garanci, për siguri jete, duke lënë pas madje edhe vetë Zvicrën, parajsën botërore. Për mediat shqiptare nuk është në një çudi e madhe. Por çudi nuk përbën as për mediat shqiptare, se si është dënuar me 3 vjet e 9 muaj burg ai drejtori që vodhi lekët e iPadit në Kosovë. Kështu, ajo zonja Frida Krivca që krefi parat e shqiptarëve dhe i ka bllokuar, ku do të shikonin emisionin Pluk të Syri.net se si janë investuar në shtëpitë e politikanëve shqiptar milionat që Europa jep për buqit, për blegtorët shqiptar, të cilët i kanë therrur mbi 600.000 bakti dhe janë aratisur me djem me gra me fëmijë se nuk ka punë. Do ham mielin e Serbisë, do pim qumshin pluhur të helmuar të Serbisë, se Edi Rama e ka vlla Vučićin dhe kështu shqiptarët e votojnë dhe e duan Edi Ramën për shërbimet që i bën Serbisë duke shkatruar nënën Shqipëri. O sa mirë me qenë shqiptar.